Njësitë policore zbarkuan të martën në Ministrinë e Bujqësisë, e cila udhëhiqet nga Faton Peci. Ato kryen bastisje në lidhje me fabrikën për trajtimin e mbetjeve shtazore. Prokurori Admir Shala dha detaje. Me kërkesë të prokurisë speciale, po ashtu me autorizimin tonë, policia së bashku me ne është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejt zbardhjes së rastit konkret. Për çështjet më në detaje nuk mund të lëshohemi për momentin, për shkak se jemi në fazën e hetimit dhe ju lutem që të na kurseni sepse jemi në fazën e grumbullimit të informacioneve. Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë përfituese e kontratës. Përderisa po kryej bastisja, ministri në detyrë dhe deputeti Faton Peci mori pjesë në vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Pas përfundimit të saj, siç raportohet, ai po intervistohet nga njësia e veçantë e hetimeve. Dikaseri që ai udhëheq lidhur me bastisjen ka thënë se që nga fillimi është në dispozicion të organeve të drejtësisë. Që nga dita e parë, jemi në dispozicion të organeve të rendit dhe drejtësisë, duke ofruar çdo informat për secilin interesim të tyre, duke theksuar rëndësinë e sundimit të ligjit. PDK denoncoi skandalin milionësh të ministrit të bujqësisë në detyrë, Faton Peci, i cili sipas saj pa ankant publik ja ka dhënë pronën publike me qira impjantin e mbetjeve shtazore një kompanie për 20 vjet. Gjithashtu edhe mediat në Kosovë publikuan detaje rreth kontratës së dyshimt, e cila mban nënshkrimin e ministrit Faton Peci. Shënjestër.net